Ne përfaqësojmë George Brown College që ndodhet në Toronto në Kanadë. I am representing Romania today. Përshëndetje, unë jam Loreni nga zyra e pranimeve të Universitetit Epoka në Tiranë. Ne prezantojmë Universitetin e Prishtinës, konkretisht Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike. Ne jemi nga Universiteti Ukshin Hoti në Prizren. Jemi në University Fair në ISP. Këtu siç më shihni kemi edhe shumë interes të nxënësve për universitete jashtë vendit, po edhe ato këtu brenda vendit. Në shkollën ISP, ku kemi fakultete të ndryshme prej çdo vendi, tani jemi me një prej organizatorëve dhe do ja bëjmë disa pyetje. Përshëndetje, si jeni? Çfarë ofron ky University Fair në shkollë? University Fair, që po e shihni, është një organizim ose iniciativë e Career Counseling Department ose qendrës për këshillim për karrierë. Edhe ideja është që me ofru nxënësve takime të përafërta me universitetet, qendrat edhe me bursat që i ofron universitetet sa më afër. Nxënësit që marrin pjesë në universitet janë prej klasave 10, 11 dhe 12, shkollës International School, edhe të shkollave me metakip, po ashtu të shkollave publike të rajonit Prishtinës e MG. Përshëndetje. Përshëndetje. Cilin universitet e reprezentoni ju? Ne përfaqësojmë George Brown College që ndodhet në Toronto në Kanadë. Çfarë programe ka ky universitet? Atëherë George Brown College ofron mbi 170 programe, të cilat janë të degëve shumë varietet shumë të gjerë. Në fakt duke filluar nga inxhinierit, IT-t, te pjesa e mjekësisë, te pjesa e zanateve, pra pjesa e kulinarisë, elektricist, mekanik, pra varieteti është shumë i gjerë dhe jep mundësi për të gjithë studentët, qoftë ata që duan të ndjekin shkencat eksakte apo dhe shkencat sociale. Sa i përket bursave edhe programeve të shkëmbimit, si qëndron te universiteti juaj? Po, Kolegji George Brown ofron mundësinë e bursave për studentët që dalin shumë mirë me rezultate mbas vitit të parë të studimeve. Pra, gjatë kohës që ata janë në George Brown College, nëse mbyllin vitin e parë apo të dytë e kështu në vazhdim me rezultate shumë të mira, patjetër që ofrohen mundësi për bursa, kurse pjesa e internshipeve ofrohet për studentët që mbarojnë gjithë programin, meqense kanë kontakte shumë të mira me kompani shumë të mëdha edhe të realizuara në Toronto, ofrojnë të mundësitë e internshipeve si eksperiencë pune mbas studimeve. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Përshëndetje, çfarë universiteti e reprezentoni ju? Ne prezantojmë Universitetin e Prishtinës, konkretisht Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike. Në nivelin bachelor i ofrojmë 5 programe të studimeve. Njëjtë i ofrojmë edhe në nivelin master, programet e studimeve të cilat i ofrojnë janë prodhimtari dhe inxhinieri industriale, mekatronik, energji e ripërtritshme, mekatronik, dizajn të automjeteve dhe komunikacion rrugor. Këto janë programet të cilat i ofrojnë, i kanë 180 kredi. Për gjitha informatat që ju intereson në fushën e studimit të inxhinierisë mekanike, mund t'i gjeni në webfaqen e universitetit, konkretisht në linkun e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike. Sa i përket bursave jashtë shtetit dhe programeve, cilat janë ato dhe që ndihmojnë një student? Gjithsesi krahas studimeve që ofron Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, departamentet që përmend dekani i fakultetit, ne mundohemi që të krijojmë hapësira nxitëse të bashkëpunimit edhe të internshipeve të studentëve në mënyrë që ata të kurorësojnë studimet e tyre themelore në mënyrë sa më të denjë. Kemi bashkëpunim me shumë ndërmarrje, qoftë ato private ose publike, në mënyrë që të ofrohet praktika studentëve në vitin e fundit të studimeve tyre, por gjithashtu edhe ofrojnë programe të shkëmbimeve akademike për studentët në kuadër të Erasmus, programeve të CEPUS dhe të Horizon. Aktualisht jemi fitues të 2 programeve të Horizon, ku studentët mund të bëjnë të shkëmbime ose exchange brenda viteve të studimeve për një semestër në vendet e ndryshme, qoftë në Evropë, në kontinentin Amerikës ose kudo tjetër. Faleminderit shumë. Jemi te qendra për studime universitare, tani do i bëjmë disa pyetje reprezentuesve të tyre. Përshëndetje dhe çfarë programe ka qendra juaj? Përshëndetje, na jemi të reprezentuar qendrën për studime universitare, e cila është
në Akademinë e Mbrojtjes. Qendra jonë është ndërtuar mbi 4 programe kryesore. Kjo fillu prej programit akademik. Ku programin akademik fillojmë në studimet në Universitetin Amerikan RIT apo Rochester Institute of Technology. E kemi programin e përgatitjes fizike ku në bazë moduleve, testimeve fizike, marshimeve testohem edhe përgatitemi fizikisht. E kemi programin e udhëheqjes ku e kemi sistemin kadeti trajnon kadetin, ku çdo kadet e ka mundësinë që të ketë pozita udhëheqëse edhe të trajnojë kadetet e tjerë që janë në klasa më të ulta. E kemi edhe programin e profesional, i cili në këtë program kemi ligjëratat moduleve me instruktor të akademisë tonë, të cilët na ligjërojnë për modulet të cilat i kemi varësisht prej klasës cilësime. Jeta studentore, ç'është është këto? Jeta studentore e një kadetit është mjaft e ngarkuar për arsye se duhet me qenë përgatitur të 4 programe. Ditës ja fillojmë shumë herët me ushtrimet mëngjesit, me inspektimet të uniformës, dhomave, kemi ligjërata në akademinë tonë, kemi ligjërata në Universitetin Amerikan varësisht prej drejtimit cilën e zgjedhëm ne. Është një mundësi shumë e mirë për gjithë trit cilët janë të interesuar për me pas një shkollim të mirë edhe një dinjitoze në tarme. Ne jemi nga Universiteti Ukshin Hoti në Prizren, universiteti publik i dyti në Republikën e Kosovës. Çfarë programesh ofroni ju? Atëherë, Universiteti Ukshin Hoti në Prizren ofron 6 njësi akademike me 21 programe. Ne ofrojmë fakultetin e filologjisë, fakultetin e edukimit, fakultetin e shkencave kompjuterike, fakultetin e shkencave të jetës dhe të mjedisit, fakultetin ekonomik edhe fakultetin e edukimit, me gjithsej 21 programe studimore, të cilat mund të vijojnë studimet studentët nga Prizreni, nga rrethina, por edhe nga gjithë Republika e Kosovës. Sa i përket bursave dhe programeve të shkëmbimit, si shkon tek universiteti juaj? Atëherë po nis fillimisht me bursat universitare, pra ne jemi universitet publik dhe ofrojmë bursa universitare në të gjitha programet, pra në 21 programet e studimit në Universitetin Ukshin Hoti. Kushtet kryesore për përfitimin e bursës së studentëve janë që studentët të kenë suksese dhe të kenë mesatarën mbi 9, varsisht prej programeve të studimeve, dhe çdo vit akordohen bursat me shuma të caktuara varsisht prej alokimit të buxhetit që ka universiteti në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Kurse, sa i përket pjesës së shkëmbimeve, Universiteti Ukshin Hoti ka krijuar një traditë të gjatë me shkëmbime të bursave Erasmus Plus dhe bursave të tjera. Studentët tanë kanë mundësi të arta për të ndjekur studimet jo vetëm në Europë, por edhe në gjithë botën. Kemi disa studentë të programeve të ndryshme, të cilët vijojnë akoma të ndjekin studimeve pal bursave dhe marrëveshjeve që ka universiteti ynë me universitetet ndërkombëtare. Dhe përveç kësaj, jeta studentore në Universitetin Ukshin Hoti është e pasur edhe me aktivitete jashtë-kurrikulare, me aktivitete sportive, me aktivitete argëtuese dhe me aktivitete kulturore. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje mirë, faleminderit, ju si jeni? Cilin universitet ju reprezentoni dhe çka mund të ofroni ju me universitetin e juaj? Ne jemi nga Universiteti Prishtinës, nga Fakulteti Bujqësisë dhe Veterinarisë, gjendemi në rrugën Tahir Zajmi. Fakulteti jonë përfshin drejtime ndryshme, departamente si për shembull teknologjia ushqimore, mjekësia veterinare, ekonomia bujqësore, prodhimi bimor dhe prodhimi shtazor. Bajmë praktika të ndryshme nëpër firma, institute, laboratore. Kemi edhe programin Erasmus, me cilin bëjmë shkëmbime semestrale të studentëve jashtë vendit, varësisht prej konkursit. Shpërndajmë edhe bursa universitare, normal duke pasur dhe plotësuar disa kritere, për shembull nota mesatare. Pas diplomimit janë edhe mundësitë punësimit të lartë, për shkak që tregu i punës kërkon punëtor varësisht prej drejtimit. Mundemi me bajt praktika edhe nëpër banka, financa, bëjmë vizita çdo vit nëpër biznese ndryshme, për shembull nëpër industrinë ushqimore sidomos, për shkak që kemi më shumë të bëjmë me prodhim, edhe gjëra të tilla. Janë pa pagesë për shkak që jemi në kuadër të Universitetit të Prishtinës, kështu që besoj që është në konvenit gjithë studentëve, gjimnazistëve që të ndjekin fakultetin unë të vazhdojnë studimet. Faleminderit shumë edhe për juve. Përshëndetje, cilin fakultet e reprezentoni ju? Përshëndetje, Ertan Galushe, drejt kodesi Kabe. Çfarë programesh ka universiteti juaj?
Kolegji OAB përkujdeset që çdo vit të sjellë programe të reja, duke filluar nga Fakulteti Ekonomik e duke përfunduar në Fakultetin e Arteve. Për çdo vit akademik, neve ose listës fakulteteve të OAB-s i shtohet nga një drejtim i ri. Gjatë këtij viti kemi sjellë në listën e drejtimeve tema ashtu e kemi sjellë një drejtim i cili ka qenë shumë i kërkuar edhe gjatë sezonit të regjistrimeve, por edhe para sezoneve dhe jashtë sezoneve ka qenë estetika dhe kozmetologjia. Prandaj, gjatë këtij viti, që nga shori i këtij viti, ne do të fillojmë ose të startojmë që të bëjmë regjistrimet në drejtimin e kozmetologjisë edhe të estetikës, qoftë në kampusin tonë në Prishtinë, qoftë në 18 hyret tona që i kemi hyre të informimit për regjistrim në të gjitha apo në 18 qytetet e Republikës sonë. Sa i përket bursave, si mundet një student që mu qaste ato? Kolegji OAB jep bursa që çdo viti, do thotë në çdo aktivitet tonë ka ose bursa 100% ose bursa 50%. Gjatë javës së kaluar, Kolegji OAB ka organizuar një turnir në futsal dhe në volejboll, ku për secilin maturant pjesëmarrës i kemi ndonë nga 50% bursë që kanë marrë pjesë për studimet e tyre universitare, nëse ata zgjedhin Kolegjin OAB si institucionin e tyre ku kanë më ndjek studimet e tyre universitare. Përposhtë kësaj, gjatë këtij viti ose gjatë këtij muaji, Kolegji OAB feston 25 vjetorin e themelimit të tij, prandaj për shkak të 25 vjetorit, Kolegji OAB për çdo regjistrim të hershëm që bëhet, qoftë në kampus, qoftë në zyret tona, ka vendosur me i bë 25% zbritje për të gjithë maturantët ose të interesuarit që dëshirojnë të jenë pjesë e institucionit tonë. Cilin fakultet ju e reprezentoni? Përshëndetje, unë jam Loreni nga zyra e pranimeve të Universitetit Epoka në Tiranë. Çfarë programesh ofron universiteti juaj? Universiteti Epoka është një universitet ndërkombëtar. Aktualisht tek ne ofrojmë 12 programe studimi të ndarë në 3 fakultete, ku fakulteti i parë është Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierive, ku mund të studioni në arkitekturë, inxhinieri ndërtimi, inxhinieri software, inxhinieri elektronike dhe inxhinieri kompjuterike. Fakulteti i dytë është Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Administrative, të cilat janë ndegët e informatikës ekonomike, financë, bank, administrim biznes, economics dhe marketing ndërkombëtar dhe menaxhim logjistik. Është gjithashtu edhe Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale, ku mund studioni në drejtësi dhe shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Në rregull, sa i përket bursave studentore, cilat janë kriteret që duhet mi përmbush një student për to? Universiteti jonë gjithmonë është gjendur pranë maturantëve me rezultate të larta. Ne ofrojmë 2 lloje bursash, nëpërmjet testit SAT, ku diku tek 10% të studentëve përfitojnë nga ky test. Fillon nga 50% deri në 100% dhe mënyra më tradicionale të cilët studentët përfitojnë nga bursat janë nëpërmjet rezultateve të shkollës mesme plus provimet e maturës. Bursa tek ne ofrohet për të gjitha vitet e studimeve dhe nuk ka një numër të saktuar bursash, pra çdo kush që ka rezultatet mund përfitojë bursën. Gjithashtu, fal marrëveshjes që kemi edhe me shkollën tuaj, të gjithë studentët që vinë nga shkolla juaj përfitojnë 20% ulje në mënyrë automatike. Faleminderit, sukseset. So my name is Talha. I'm coming from MetaCareer Consultancy. I am representing Romania today. We are an educational consultancy. We are helping the students to study abroad with their university applications, university documents, so they can study in UK, USA, Germany, or Romania, or doesn't matter where in the world. We are helping with their university applications, university documents. As you can see, we have so many programs here, okay? So it's up to the students' demands, okay? Any you'd like to know? What about scholarships? Do you help them in a specific way? Also, we help with the scholarships as well. We recommend our students to scholarships in the early year 12, in the beginning of year 12. The scholarships differs from university to university, also from country to country. But once they reach to us, we will give them more clarification on that scholarship opportunity. Jemi duke shkuar tek fakulteti i BSM që të marrim informatat më teshme për programet e tyre. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, si jeni Anilo. Çfarë programe shofroni ju? Po, mas pari i BCM është kolegj publik ndërkombëtar i biznesit në Mitrovic. Mas pari është krejt në gjuhën angleze, e kemi double degree ose diplomë të dyfisht, edhe akreditim gjerman, po ashtu edhe këtu në Kosovë. Ka shumë mundësi të mira dhe programe goxha të mira. Kemi 3 fakultete kryesore, është Fakulteti i Shkencave Sociale, që kemi administrat me 2 programe, administrat publike dhe
administratë publike dhe mirëqenie, po ashtu e kemi edhe psikologjin gjinë si drejtim 3 që kam janë si vjetë. E kemi fakultetin e mjedisit dhe IT-s që janë 2 programe, është menaxhimi mjedisit dhe i bujqësisë, edhe kemi applied IT ose shkenca kompjuterike. E kemi edhe fakultetin e administrimit të biznesit, International Business, që hin 2 program, një program shitje ndërkombëtare dhe marketing. Është mundësi shumë e mirë se ka shumë mundësi shkëmbimit studentor edhe një jetë shumë të mirë studentore, po ashtu. Kemi këshillin e studentave në IBCM që punojnë goxha shumë që me pas aktivitete edukative, po njëjtën kohë edhe fun argëtuese për studentat. Ne jemi shërbim, kompani e konsulentës ose konsulatës për menaxhimin e studentave që duan regjistrim jashtë vendit, pra në Evropë, në disa universitete të ndryshme. Kompania jonë quhet Hermesis Education. Ne bashkëpunojmë 40 universitetet më të mira në Evropë dhe ju mundsojmë studentave prej A deri në Z, pra prej akomodimit deri te aplikimi, deri te vizat dhe gjithçka tjetër që nevojitet për fillestarët e jetës studentore. Cili është drejtimi primar që ju ndihmoni nxënësve që mu pranu? Drejtimi primar momentalisht, prioriteti jonë është mjekësia, ku kemi dikun 30 universitete që studentat tonë kanë pasur sukses në këto universitete në mjekësi, më shumë në vendet si Polonia, Austria dhe Gjermania. Faleminderit për kohën. Mu për më pëlqen edhe më pëlqen që është një numër i madh i universiteteve këtu edhe që bëka zgjedhje të shumta. Cilat janë disa degë që je interesum të në këto universitete dhe a i ke gjej data? Do më thonë, unë e kom këshyrë në Model University Vienna International Management, në Universitetin e Yorkut, edhe në AB kom këshyrë për inxhinieri mekanike edhe të Munich Business School kom këshyrë për administrat biznesi. Shumë pëlqy shumë për arsyen se janë gjitha drejtimet e mundshme edhe çfarëdo lloj drejtimi që na jemi të mënuar me vazhdu, mundesh mi gjetën secilën prej tyre edhe shumica universiteteve pi ofrojnë drejtimet në përgjithësi gjithat, edhe po mundesh më shumë orientu a dën publik, a dën privat ose edhe më shumë më orientu domethënë a dën brenda shtetit, jashtë shtetit. Secila mundësi domethënë që është na jap neve, është jenë të na tregon neve për secilën mundësi. Cila degë të interesojnë ty edhe a i gjete këtu në këtë vend? Mu më intereson më shumë dega banka dhe financa, edhe fatmirësisht secilin prej tyre pothuajse në banka dhe financa, edhe përse ku ndo mendin ku të mësh. Përshëndetje. Përshëndetje. Si pi ju pëlqen deri tash panajiri universiteteve? Deri tash u kanë super, gjithçka kanë rregull, këtë kanë folë në rregull, janë kanë gjithë mirë, në mënyrë të shpjegimit janë kanë gjithçka perfekt. Më kanë pëlqyer shumica programeve deri tash që mi kanë shpjeguar, ka pas double majors, minors, ka pas universitete prej gjithë Europës, edhe shumë metoda ndryshme për më kanë exchange student. Ka pëlqy ka shumë mundësi universitete për këtë botës, ka pëlqy për shembull këy Bullgarisë në Angli, shumë mundësi. Cila degë jeni ju të interesu më shumë? Unë jam më shumë për business administration dhe për shkenca kompjuterike. Unë për ekonomi, marketing e biznes. Faleminderit për kohën.